Tre sekrete për kafen që nuk ua thot askush, por që do t'ju ndryshojë jetën. Ka një numër të lartë të njerëzve që kërkojnë një përgjigje për pyetjen: a është kafeja e mirë për lëkurën? Përgjigjja është e thjeshtë: po. Pra, nëse konsumoni kafe, atëherë do të merrni edhe disa përfitime mbreslënëse për shëndetin tuaj të lëkurës. Por nëse jeni duke kërkuar për përfitimet e kafes për lëkurën, atëherë jeni në vendin e duhur. Ekziston një numër mitesh që tregojnë se kafeja nuk është e mirë për ju, por kafeja mund të ketë disa efekte të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm. Kafeja mund të përmirësojë ndriçimin e lëkurës suaj. Duke u përdorur si një maskë lëkure, ajo mund të ofrojë një pastrim më të mirë të poreve të saj dhe largimin e papastërtive. Gjithçka që duhet të bëhet është të aplikohet skrapi i kafes në lëkurën tuaj. Ajo mund të ndihmojë kundër problemeve të nyjeve të lidhura në lëkurë dhe gjithashtu edhe lythave, duke i dhënë më shumë shkëlqim asaj.